Gjermania synon të bëhet fuqia më e madhe ushtarake konvencionale në Evropë dhe këtë po e dëshmon edhe me investimet dhe me vendimet e shumta të kohëve të fundit. Pas Bundestagu, tani edhe Bundesrati ka miratuar vendimin për futjen e shërbimit ushtarak, që do thotë se kjo çështje tani më është e kryer. Shërbimi ushtarak do të jetë fillimisht vullnetar, por nëse nuk plotësohet numri i synuar i ushtarëve, do të ketë edhe vendime të tjera. Kështu, nga 1 janari i vitit 2026, të rinjt e lindur në vitin 2008 do të marrin një formular të cilin duhet ta plotësojnë dhe ku do të tregojnë nëse janë të interesuar për shërbim ushtarak apo jo. Më pas, bëhet rekrutimi i atyre që duan të shërbejnë. Ndërsa, të rejat, pra femrat, nuk janë të obliguara ta plotësojnë këtë formular, por mund ta plotësojnë atë siç thuhet në vendimet e fundit. Gjermania ka aktualisht rreth 182.000 ushtar, por ajo do të ketë edhe rreth 80.000 ushtar të tjerë. Por shërbimi ushtarak në Gjermani, miq të dashur, është me pagesë, sepse ushtarët që shërbejnë 6 muaj do të marrin nga 2.600 euro bruto në muaj, ndërsa ata që shërbejnë më shumë se 12 muaj do të kenë edhe beneficione të tjera financiare, si për shembull pagesën e patentës së shoferit prej rreth 3.500 euro dhe beneficione të tjera. Por, në qoftë se nuk paraqitet numri i mjaftueshëm i ushtarëve vullnetar, siç e thash edhe pak më parë, atëherë priten masa të tjera në parlament. Njëkohësisht, Gjermania do të ngrejë numrin e rezervistëve nga 60.000 sa ka aktualisht në rreth 200.000. Por Gjermania ka vendosur të investojë qindra miliarda euro në përgatitjen dhe në modernizimin e ushtrisë së saj. Në fakt, kancelari Friedrich Merz ka thënë së fundi disa herë se Gjermania do të investojë në ushtri aq sa është e domosdoshme për të mbrojtur nga ndonjë sulm i jashtëm, e ndër armiqt potencial gjithmonë përmendet Rusia. Kështu, këtë ditë ushtria ka porositur pajisje në rreth 50 miliard euro, ka porositur rreth 200 automjete të reja luftarake Puma për këmbësori në vlerë prej rreth 4 miliard e 200 milion, ka porositur automjetet e para, pra nga ky kontingjent, të cilat do të dorëzohen diku nga mesi i vitit 2028, por priten edhe porositë të tjera. Bundeswehri ka nënshkruar këto ditë edhe kontrata të tjera për veshmbathje dhe pajisje personale të ushtarëve, për furnizimin me raketa, për 6 nëndece, anije e tjerë. Por, siç e thash, ky kontingjent është vetëm një pjesë e parave që Gjermania parashikon të investojë në ushtri në disa vitet e ardhshme, sepse ushtria gjermane është lënë pas dore me dekada të tëra, ndërsa kancelari Merz dhe të tjerët në qeveri pretendojnë që Gjermania të ketë pra ushtrinë më të fuqishme konvencionale në Evropë, siç e thash edhe fara në fillim. Ajo shpesh është përmendur edhe si një prej vendeve që duhet të udhëheqin me disa operacione ndërkombëtare në kuadër të NATO-s. Po jo, miq të dashur, çfarë mendoni për këto vendime? Nëse doni, mund të më shkruani këtu në video dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe ta shpërndani këtë video, sepse siç e thash, është interesante natyrisht edhe për fëmijët shqiptar të lindur në Gjermani, e që me siguri pra do të marrin letrat nëse kuptohet janë shtetës të Gjermanisë. Pra do të marrin formularet për të plotësuar dhe për të shprehur qëndrimet e tyre edhe ndaj Bundeswehrit, pra ndaj ushtrisë gjermane. Faleminderit që jeni me mua dhe mirupafshim.